fletushka të shumta që hidheshin nëpër korridor me fytyrën e Olta Xhaçkës. Dhe unë sigurisht që edhe për një minimum etike mundohesha që mos i shkelja në fytyrë, pavarësisht se bëhet fjalë për një personazh funde kryet korruptuar. Mirë, po gjithsesi nuk është njerëzore domethënë që ti vësh këmbën në fytyrë qoftë në fotografi dikujt tjetër. Pastaj mendova, për këta njerëz që paguajnë fëmijë apo adoleshent për t'i hedhur fletushkat rrugëve, nuk e mendojnë këtë gjë që ai banori, përveç se do të dihet i bezdisur nga ky, le të themi, nga kjo bërje pise mjedisit përbashkët, do t'i shkel në fytyrë praktikisht. Ata me këto fletushka ata nuk kanë qëllim realisht që të bindin dikë. Se po ti shohësh fletushkat e tyre janë fletushka me mece, janë fletushka me fytyrë të bukur, pa parull madje. As parull të përgjithshme partijake, as parull personale, pa premtime elektorale, ishte thjesht fytyra e bukur nga ana tjetër numri te kutia ku ata qytetari duhet të hidhte atë kryqin e vet. Edhe këto kanë qenë fletushka vetëm për ta nxjerrë për t'ja u bo fytyrën e tyre, për t'ja u imponu njerëzve në mënyrë patologjike. Edhe drejtësh për shembull tek Teftatashko, tek Hoxhatasin, tek Pazari i Ri, aty rreth rrotull njësisë 2 nuk kaloje dot se dilte fytyra e Xhaçkës kudo që ta hidhje shikimin. Sa kanë arrit deri aty, sa kanë bërë edhe kështu. Revista, gazeta, ku ti Gjoalin duhet t'jenë prej shumë pyje, edhe duhet t'jenë argju shumë letër kot.